Nëse je i mizërum, të kanë bo zullum qartë, e kje Zotin që ka mo të përgjigj, herët avon lutjen tënde. Yatawakkal ala Allah, fa huwa hasbu. Ai që i mbështetet Allahut, Allah i mjafton atina. Se shumë kush, edhe na po i mësojmë njerëz, po thojmë gruas mbështetu për burrin se është shtyll. Edhe burri mbështetu për gruas se është shtyll, po kanë herë kjo shtylla për Zot, po prishet. Pelshën kanë herë. E mos u mbështet as për ata, mbështeto për ato që ka pushtetin absolut. Kush do shka të bën ty, ti ja lën Zotit, e Zoti mirët me ta. Aje lype i teje, ti e shkruan dosjen edhe ja kthen Zotit. O Zot, ti peshe që apë më bënë, mero me ta. O Zot, pe me e pe lyp, ti e pja haku. O Zot, unë e di që ti e gjykon qysh është mas miri. Edhe leja Zotit. Nëse je i mizërum, të kanë bo zullum qartë, e kje Zotin që ka mo të përgjigj, herët avon lutjen tënde. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, wattaqi da'wat madhlum, fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Kje frik lutjen e atina që i ke bo zullum. Ki frikë, ruju prej dos, prej lutjes se ati që i ke bo zullum. Sepse në mes lutjes se ati, edhe Allahut nuk ka hijab, nuk ka pergë. Andaj, që ky mesazh do të me arrit në mendjet edhe zemrat tuaja, që nëse dikush i ngre duart ka Zoti, edhe thot, o Zot, e pja hakun filanit, e filanit që po mbojnë zullum. O Zot, prej me e përkërkojnë, one nuk ka mundësi me marr hakun, nuk jam i gjithë fuqishëm, nuk jam i gjithë pushtetshëm. O Zot, unë s'po du me u marr me ta, merru të heshmi prej qafën. Wallahi, mos flej rahat. Mos flej rahat se ka me të zonë heret avon, ka me të zonë dënimi Allahu te bareke wa taala. E dini që ka pas pushtetar, musliman, besimtar, zullumqar, kanë myt njerëz pa fajshëm. Edhe sot ka. Fatkeqësisht edhe sot ka. E njëri prej tyre ka mbyt edhe dietar. Njëri prej tyre ka mbyt edhe dietar. Edhe në mbytjen e fundit kur e ka bo, ai dietari ka thonë, o Zot, kë ka pushtetin e përkohshëm. E ti ki pushtetin absolut, përhershëm. Hekja pushtetin prej dore. Edhe bëne shembull për të këqit edhe keqbërësit. E dini qysh është dënuaj? Jo me ekzekutim, jo me varje, jo me burg, kara me flejt, i ka hi një milingon, në gjuhën popullore, një bubrec, i ka hi në vesh, natën, prisit, jetë një shteti, po shumë shteteve, vendeve të muslimanve, edhe u që si qmentun të bërtit, thyrni mjek, thyrni ata, aje dhunojke, deri sa vdish me dhunën e bubrecit.